Universiteti Ismail Qemali Vlorë ka shënuar një arritje të jashtëzakonshme në arenën ndërkombëtare të arsimit të lartë, duke u renditur në vendin e parë në nivel global në klasifikimin e World University Rankings for Innovation në kategorinë Student Mobility and Openness. Ky vlerësim e pozicionon Universitetin Vlonjat në krye të listës mes 10 institucioneve të arsimit të lartë nga e gjithë bota. Renditja Juri është një nga klasifikimet më prestigjioze ndërkombëtare, e cila fokusohet jo vetëm në performancën akademike, por edhe në inovacionin, hapjen ndërkombëtare, bashkëpunimin global dhe ndikimin real të universiteteve në shoqëri. Kategoria Student Mobility and Openness vlerëson politikat dhe praktikat që lehtësojnë shkëmbimin e studentëve, ndërkombëtarizimin e programeve të studimit, si dhe krijimin e një mjedisi të hapur dhe gjithëpërfshirës për student nga kultura dhe vende të ndryshme. Sipas këtij vlerësimi, Universiteti Ismail Qemali Vlorë është dalluar për qasjen e tij moderne ndaj mobilitetit akademik, përfshin marrëveshjet e shumta ndërkombëtare, programet e shkëmbimit studentor, si dhe përkushtimin për të krijuar mundësi reale studimi dhe bashkëpunimi jashtë kufive kombëtar. Ky sukses reflekton përpjekjet e vazhdueshme të institucionit për të rritur cilësinë e arsimit dhe për të integruar universitetin në rrjetet globale të dijes. Ky rezultat përfaqëson jo vetëm një arritje historike për universitetin, por edhe një moment krenarie për arsimin e lartë shqiptar në tërësi. Renditja në vendin e parë global dëshmon se institucionet shqiptare mund të konkurrojnë denjësisht me universitete të njohura ndërkombëtare, kur investojnë në vizion, inovacion dhe politika të orientuara drejt studentit. Ky vlerësim është një konfirmim i strategjisë së ndjekur ndër vite, e cila ka pasur në qendër hapjen ndaj botës, bashkëpunimin akademik, si dhe rritjen e mundësive për studentët dhe stafin akademik. Sipas tyre, ky sukses do të shërbejë si nxitje për zgjerimin e mëtejshëm të programeve ndërkombëtare, si dhe për forcimin e partneriteteve me universitete dhe institucione kërkimore në mbar botën. Për studentët aktual dhe për ata të ardhshëm, ky vlerësim përkthehet në më shumë mundësi mobiliteti, eksperjenca ndërkombëtare dhe përgatitje më të fortë për tregun global të punës, ndërkohë për qytetin e Vlorës dhe rajonin, ky sukses rrit profilin akademik dhe e zhndron universitetin në një pikë referimi për arsimin e lartë në Shqipëri dhe më gjerë. Renditja Juri 2024 e Universitetit Ismail Qemali Vlorë shënon kështu një kapitull të ri suksesi, duke dëshmuar se inovacioni, hapja dhe bashkëpunimi ndërkombëtar janë çelësi i arsimit të së ardhmes.